Një herë një kohë, ishte një vajzë e vogël, të cilën të gjithë e donin, por më së shumti ishte përkëdhelur nga gjyshja, pasi që ajo i blente shumë gjëra, pa e kursyer nga asnjë dëshirë. Kështu një ditë, gjyshja i dhuroi asaj një kapel të vogël të kuqe, që i shkonte aq bukur, sa që nuk vishte asgjë tjetër. Kështu njerëzit u mësuan ta shikojnë çdo ditë me kapelen e kuqe dhe filluan ta thërrisnin kësul kuqe. Një ditë, nëna e saj e thiri dhe i tha: Eja, kësël kuqa, dëgjo. Eja, kësël kuqa. Tonën. Dëgjo, këtu ka një shport me mbëlsira dhe një shishe me lëng drethësash. Qoj tek gjyshja sepse ajo është e sëmur dhe e dobët të t'i bëjnë e mirë. Nisu para se të ka vapa dhe kur të ecësh, ec mira e qetë dhe mos u largon nga rruga, pasi që mund të thesh lëngun dhe gjyshja do të ngelet pa lëng. Dhe kur të hysh në dhomën e saj, mos harro të thuash mirëmëngjes. Dhe mos shiko në çdo cep të shtëpisë para se të bësh këtë. Sigurisht, nëna. Nëna ime e dashur, do të jemi kujdesshme. Gjyshja jetonte në pyll, 4 kilometra larg fshatit, dhe sapo kësëlkuqja hyri në pyll, takoi një ujk. Kësëlkuqja nuk ishte parë ndonjëherë një ujk dhe nuk ishte vetëdijshme se çfarë krijese e keqe ishte ujku, dhe kështu nuk kishte as pak frikë prej tij. Dinakria e ujkut parashikonte çdo mundësi në pyll. Nga njerëz e deri në kafshë më të vogla, ishin pre e përhershme e tij. Ujku gjithmonë mendonte me vete dhe fliste thellë me veten, duke menduar dhe duke planifikuar si të kap në grackën e vet, si kafshët ashtu edhe njerëzit. Tu ngjatjeta kësëlkuqe, tha ujku. Tu ngjatjeta ujk. Ku je nisur kaq herët kësëlkuqe? Te gjyshja ujk. Dhe çfarë ke në shportën tënde? Ëmbëlsira dhe lëng. Dje ishte dita e ëmbëlsirave, kështu që menduam t'i çojmë gjyshes së gjarë e të sëmur diçka të mirë, për ta bërë atë më të fortë. Ku jeton gjyshja jote kësëlkuqe? 2 kilometra më larg në pyll, shtëpia e saj qëndron nën 3 lisat e mëdhenj, arat janë pak më poshtë, me siguri duhet ta dini, u përgjigj kësëlkuqja e vogël. Ujku mendoi me vete:
Çfarë krijese e re dhe e butë? Sa kafshate bukure shëndosh. Do t'jetë më e mirë për ta ngrënë se sa plaka. Duhet të veproj me dinakri, që t'i kap të dyja. Ujku vazhdoi të bëj planet e tij dhe priste ditën kur do të takonte Kësëlkuqen dhe gjyshen sërish. Dhe rrugët u kryqëzuan. Kështu ujku eci për një kohë të shkurtër pranë Kësëlkuqes dhe më pas tha: Shiko, Kësëlkuqe, sa lule të bukura ka këtu. Besoj që gjithashtu po dëgjon sa ëmbël po këndojnë zogj e vegjël, ndërsa ti po ecë rëndë këtu, sikur po shkon në shkollë, ndërsa gjithçka tjetër këtu në pyll është e bukur dhe gazmore. Shiko, ujk, gjitha lule të bukura. Sa të bukura që janë, nëse shkon më thellë andej, do të gjesh shumë llojshmërisht të lulesh. Ja ku e ke? Andej, e jam e mo. Më në fund e binda Kësëlkuqen të shkoj në pyll, tani do të shkoj ke gjyshja asaj. Dhe kështu, ajo vrapoi nga shtegu drejt pyllit për të kërkuar lule, dhe sa herë që ajo kishte zgjedhur një, ajo imagjinonte që po shikonte edhe një tjetër, edhe më të bukur, më larg. Dhe vraponte pas saj, dhe kështu hynte gjithnjë e më thellë në pyll. Ndërkohë ujku vrapoi drejt në shtëpinë e gjyshes dhe trokiti në derë. Kush është aty? Jam Kësëlkuqja, kam sjellur ëmbëlsira dhe lëng dredhze. Hape derën se nuk mund ta hapi, jama e dobët. Dera u hap dhe pa thënë asnjë fjalë, shkoi drejte në shtratin e gjyshes dhe përpiu atë. Pastaj veshi rrobat e saj, u vesh me kapelen e saj, u shtri në shtrat dhe tërhoqi perdet. Kësëlkuqja, në ndërkohë, kishte marrë vrapin, duke mbledhur lule, dhe kur mblodhi aq sa nuk mund t'i mbante më, ju kujtua gjyshja dhe u nis drejt shtëpisë së gjyshes. Kësëlkuqja u befasua kur gjeti derën e shtëpisë të hapur. Wow, dera ka qenë e hapur. E çuditshme. Gjyshe, pse i ke veshët të mëdhej? Që të dëgjoj ty më mirë. Përse i ke sy të mëdhej?
Që të shikoj ma bukur ty. Gjyshe, përse e ki duart që më të më dha? Për të përqafuar ty më mirë, Kësulkuqe. Gjyshe, pse e ki gojën kaq të madhe? Që të hajty. Dhe kur tha ujku kështu, kërceu nga shtrati dhe gëlltiti edhe Kësulkuqen. Kur ujkut i u qetësua Oreksi, u shtri përsëri në shtrat, e zuri gjumi dhe filloi të gërhiste me të madhe. Gjuetari sa po kalonte nga shtëpia e gjyshes, mendoi me vete. Dëgjos si po gërhit plaka, duhet të shikoj nga ka nevojë për diçka. Kështu gjuetari hyri në dhomë dhe kur erdhi afër shtratit të gjyshes, pa se ujku ishte shtrirë në të. A, të gjeta këtu, o ujk i vjetër mëkatar, tha ai, të kam kërkuar prej kohësh. Pastaj, teksa do të qëllonte mbi të, i ra në mendje se ujku mund ta kishte glabëruar gjyshen, dhe se ajo mund të shpëtonte akoma. Kështu që ai nuk qëlloi, por mori një palë gërshër dhe filloi t'i hapte barkun ujkut të fjetur. Pasi bëri 2 prerje, pa Kësulkuqen e vogël që shkëlqente, dhe më pas bëri edhe 2 të tjera, dhe vajza e vogël doli jashtë duke qarë. Ah, sa e friksuar kam qenë, sa errët ishte brenda ujkut. Dhe pas kësaj, edhe gjysha e moshuar doli e gjallë, por mezi merrte frym. Sidoqoftë, Kësulkuqa mori shpejt e shpejt ca gur të mëdhenj me të cilët mbushën barkun e ujkut. Kur u zgjua ujku, donte të ikte, por guret ishin aq të rëndë sa që ai u rrëzua me njëherë dhe ra i vdekur. Pas këtyre ngjarjeve, të 3 ishin të gëzuar, pasi që kishin shpëtuar nga ujku. Gjuetari u përshëndet me gjyshen dhe Kësulkuqen. Gjysha dhe Kësulkuqa u falënderuan, dhe pastaj gjuetari vazhdoi rrugën. Gjyshja hëngri ëmbëlsirat dhe piu lëngun që kishte sjell Kësulkuqa dhe u ngjall. Por Kësulkuqa mendoi me vete: sa të jem gjallë, nuk do të largohem kurrë nga rruga për të vrapuar brenda në pyll, kur nëna ime më ka ndaluar ta bëj këtë. Kështu flitej që edhe një herë tjetër Kësulkuqa po i çonte përsëri ëmbëlsira gjyshes plak, dhe një tjetër ujk ishte afruar për t'i folur asaj dhe ishte përpjekur ta joshte nga rruga. Megjithatë, Kësulkuqa tashmë e kishte mësuar rrezikun dhe kishte vazhduar drejt rrugës së saj, dhe i kishte thënë edhe gjyshes që kishte takuar ujkun dhe se ai kishte thënë mirëmëngjes asaj, por me një vështrim kaq të ligë në sytë e tij, e sikur të mos kishin qenë në një rrugë publike, ai me siguri do ta kishte hëngër. E po, tha gjyshja, do ta mbyllim derën që të mos hy. Me një herë pas kësaj, ujku trokiti dhe bërtiti.
Hape derën, gjyshe. Unë jam Kësëlkuqja dhe të kam sjellur disa ëmbëlsira. Por ato nuk folën dhe nuk e hapën derën. Kështu që ujku gri u përvodh 2 ose 3 herë rreth shtëpisë dhe më në fund u hodh në çati, duke synuar të priste derisa Kësëlkuqja të shkonte në shtëpi në mbrëmje, që pastaj të përvidhet pas saj dhe ta glabëroj atë në errësirë. Por gjysha e parashikoi se çfarë kishte menduar ujku. Përpara shtëpisë kishte një lugë të madh prej guri dhe gjysha i tha fëmijës: "Merre kovën, Kësëlkuqe, me të cilën dje bëra disa salqiqe, dhe çoje me gjithë ujin me të cilin i kam zier, dhe derdhi në lugë." Kësëlkuqja e mbajti kovën dhe mbushi lugun derisa u bë plot. Pastaj era e salqiqeve arriti deri te ujku dhe ai nuhati e përgjoi poshtë dhe më në fund shtriu qafën aq larg sa nuk mund të mbante me këmbët e tij dhe filloi të rëshqas dhe rëshqiti nga çatia drejt në lugun e madh e të thellë dhe u mbyt. Kështu Kësëlkuqja shkoi me gëzim në shtëpi dhe askush nuk bëri asgjë për ta dëmtuar atë asnjëherë më.